Limi dhe Alba ulen përballë njëri tjetrit, duke diskutuar situatën që ka krijuar tension brenda shtëpisë. Alba e sheh Limit me sy të shqetësuar dhe nervoz, duke pritur çdo fjalë që ai do të thotë. Atmosfera është e ngarkuar me emocione të përzierë, një përzierje kurështie, konfuzioni dhe pasigurie. Limi fillon të flasë me një ton serioz dhe të vendosur. Ai I tregon Albës se ka një fiksim për Benitën dhe se kjo është diçka që e ka marrë mendjen kohët e fundit. Ai përshkruan se ndjen një lidhje të veçantë me Benitën, një emocion që nuk mund ta injorojë dhe që e ka bërë të reflektojë shumë mbi ndjenjat e tij. Fjalët e tij janë të ngadalta dhe të menduara, duke treguar se nuk është një thirrje impulsive, por një reflektim I brendshëm I asaj që ndjen. Alba dëgjon me një përzierje ndjenjash. Nga njëra anë, ajo ndjen xhelozi dhe pasiguri për situatën, por nga ana tjetër, ajo dëshiron të kuptojë më mirë Limit dhe ndjenjat e tij. Ajo I kërkon të shpjegojë më shumë, duke e pyetur se si ndjen këtë fiksim dhe çfarë do të thotë kjo për marrëdhënien e tyre brenda shtëpisë. Limi e shpjegon me durim dhe sinqeritet. Ai I thot Albës se ky fiksim nuk do të thotë që ai nuk e vlerëson apo nuk e respekton atë, por se është një ndjenjë që ndodh brenda tij dhe që është e vështirë ta shmangë. Ai e siguron Albën se nuk ka ndodhur asgjë që të ndikojë marrëdhënien e tyre në mënyrë të padrejtë, dhe se ai e di rëndësinë e qetësisë dhe respektit brenda shtëpisë. Alba reflekton dhe fillon të kuptojë kompleksitetin e situatës. Ajo kupton se ndjenjat dhe fiksimet janë pjesë e natyrshme e marrëdhënieve brenda shtëpisë dhe se ajo mund të përdorë këtë moment për të forcuar dialogun dhe mirëkuptimin mes tyre. Biseda zgjas për disa minuta, duke përfshirë pyetje, shpjegime dhe heshtje të vogla dramatike, që bëjnë çdo sekondë të duket e rëndësishme. Limi vazhdon të flasë, duke shpjeguar se ndonjëherë ndjenjat e forta mund të krijojnë situata të komplikuara, por se ai është I vetëdijshëm për pasoja. Dhe për mënyrën se si do të sillet me kujdes. Ai I tregon Albës se është I përkushtuar të jetë I sinqert dhe I hapur, dhe se dëshiron të ruajë marrëdhënien e tyre të mirë brenda shtëpisë, pa tensione të panevojshme. Alba dëgjon, reflektuar dhe duke analizuar çdo fjalë. Ajo ndjen një ndjenjë qetësie të lehtë, sepse fjalët e Limit janë të sinqerta dhe tregojnë përkushtimin e tij. Ajo fillon të flasë gjithashtu, duke I shpjeguar ndjenjat e veta, frikën dhe konfuzionin që ka ndjerë dhe duke treguar se dëshiron të kuptojë situatën dhe të ndjejë siguri emocionalisht. Biseda vazhdon gradualisht, duke përfshirë reflektime, pyetje dhe përgjigje që e bëjnë situatën të duket e gjatë dhe e ndjerë. Ata flasin për mënyrën se si do të ndërtojnë marrëdhënie të shëndetshme dhe për mënyrën se si do të përballojnë situatat emocionale brenda shtëpisë. Në fund, biseda mbyllet me një ndjenjë qetësie dhe mirëkuptimi. Limi dhe Alba ndjen më të qetë për situatën dhe më të përgatitur për të menaxhuar Emma.